Mirëmbrëma miq, sonte kemi kënaqësinë të prezantojmë librin që vjen së shpejti, Coach me Eliden, botimi i dytë i autores Elida Motro. Një libër që pritet të ketë sukses dhe do të jetë i kërkuar jo vetëm në Shqipëri, por edhe më gjerë. Ky botim është pjesë e projektit Green of Green, ku Agustela Thoma, një nga bashkëdrejtueset e projektit, ka ndihmuar në procesin e realizimit të këtij libri. I kemi këtu të dyja të pranishme në studio, Elida dhe Agustela, faleminderit që jeni të pranishme. Shumë faleminderit për fjalët e mira që po thua. Që do të pritet mirë, që do të ecë mirë. Unë këtë përshtypje kam, Lida. Shumë faleminderit. Edhe kështu do të jetë. Dhe ne kemi një historik bashkë, në çdo fund viti unë kam marrë këtu dhe unë kam shpallur këtu planin që kam pas për vitin pasardhës dhe gjërat kanë ndodhur. Të në shpallje tamam. Dhe realizohen ato. Sigurisht është e bazuar dhe në studim, është e bazuar edhe në lutje, agjërim, por që të falenderoj shumë për fjalët e mira. Patjetër, ku ma gjen Elida që të bëjmë shpallje në fund vitit e të na realizohen. Dhe unë uroj për gjithë ne. Siç të thash, tek podcasti im do të bëj për mbledhjen, dhe ke për të parë që sa të vërteta janë dhe sa kanë ndodhur. Po, megjithatë, Elida, ti je edhe tip që kur vë plane synime përpara, ti realizon. Ka shumë elemente të tjerë që bëjnë që të vinë në jetë. Shumë e vërtet. Shiko, është ajo që unë besoj, Pastor Fatmiri e thot shumë mirë, që bëni atë që është natyrale, dhe supernaturale, sigurisht do lutesh, do agjërosh, por ajo që varet nga ne është planifikimi, të bazuarit në çfarë ne kemi bërë përpara. Pjesa tjetër i takon. Nëse një nisje e bukur. Mirë, Elida, atëherë flasim për librin e dytë. Çfarë të frymëzoi të sjellësh Coach me Eliden? Coach me Eliden. Në fakt është coachi im, ai që më ndjek, që më drejton prej shumë vitesh. Ai dhe shoqja më thanë para shumë vitesh, para 3 vitesh, 4 vitesh, më thanë që shiko se kjo që po bën po funksionon. Janë shumë drejtues kompanish, drejtues në biznese, drejtues në politikë, të cilët realisht për shkak se metodologjia e punës, programi që unë përdor coaching me Eliden, ka funksionuar që ata të jenë të suksesshëm. Dhe ajo që më tha, shiko se kjo është diçka që është në fakt mbi ty dhe matan teje, pra nuk ka të bëjë me ty dhe ti në një farë mënyrë e ke për detyrë ta trashëgosh. Unë në fakt e pash në prizën pragmatist, shumë pragmatist. Me ata që punoj kam më kollaj tani të them një librin që është Planifiko me Eliden dhe janë bazat që mua ma bëjnë më të lehtë punën që të kalojmë në disa gjëra që janë më lartë, më të thelluara, më të personalizuara. Në vazhdim është pjesa tjetër e punës që unë kam coaching me Eliden, që është pikërisht dosja me Eliden, ajo dosje pune që unë përdor me këdo. Dhe në vazhdën e pas Planifiko me Eliden, që është libri i parë, doli nevoja për të bërë coach me Eliden. Dhe ka dalë një nevojë e cila nuk është më nevojë që ka të bëjë me mua, dhe nuk ka të bëjë me unin tim apo me diçka timin, por ka të bëjë me atë që mua Zoti ka investuar në mua prej kaq shumë vitesh, dhe unë kam mundësi që ta përdor si mjet dhe kam mundësi që ta përdor si një enë që të përçoj pikërisht ato që unë mendoj që është mençuri prej së lartmi e para dhe e provuar në tregun e punës tek ne dhe nëpërmjet shumë thyerje hundësh. Pra na tregove pak ndryshimin dhe çfarë ka të re nga libri i parë, Planifiko me Eliden, Coach me Eliden. Mund të themi që është vazhdimi libri i parë? Është vazhdimi, sepse kur ulesh që unë punoj me dikë, është gjithë programi është coaching me Eliden. Dhe gjë e parë që bëhet është ne planifikojmë, ne shikojmë ku je, ne bëjmë vlerësimin tënd dhe pastaj vendosim çfarë janë planet që personi bazuar në talentet e tij, në fuqitë dhe fuqitë e tij apo të saj, do të përcaktoj për të ardhmen. Në Coach me Eliden është ky lloj vizioni, përcaktimi i misionit të këtij personi drejtues është kalimi tek stafi tjetër. Coach me Eliden është kur unë marr idetë, mendimet, asetet intelektuale që ka një CEO, një administrator, një boss, një afendikos, si duash quaj, pra është dikush që është në vendimarrje, dhe marr këtë lloj vizioni dhe misioni dhe në një farë mënyrë tres dhe i kaloj tek stafi i parë që punojnë me CEO-n. Kjo është baza dhe kjo është veçantia e këtij libri. Lida, termi coach, që është një term ndërkombëtar edhe shumë
nga ata që po na ndjekin e din kuptimin, po a mund të na japësh një shpjegim në shqip, tamam coach? Tamam. Shiko, unë do t'i referohesha një analogjie të tillë, sepse kemi bërë shumë pyetësor si ta gjejmë fjalën shqip. Dhe në fakt, coach është ai personi që merret me, le të themi në basketbol, që merret me ata yjet e basketbollit, dhe është ai personi i cili merret me vlerësimin e cilit do dhe me vendosjen e një plani zhvillimor të personalizuar. Pra nëse janë 5 lojtarë në basketbol, le të themi në NBA, në një nga skuadrat, që të 5 kanë programe të veçanta, në të cilin ka trajnim brenda, ka ndjekje të përhershme për të krijuar disa zakone rutinore që janë të domosdoshme për suksesin, ka disa master classes që mund të jenë klasa me synime të mirë përcaktuara, ka disa ato që mund të quhen workshops ose punishte, pra në termin coach është të shikosh çfarë i duhet dikujt dhe të përdorësh çdo mjet të mundshëm në fushën e trajnimit me qëllim që personi të arrijë të plotësojë potencialin e vet. Po. Pra mund të themi me 3 fjalë trajnim, këshillim, drejtim? Unë besoj që të gjitha këto bashkë. I përfshin të gjitha bashkë. Agostela, coach me Eliden, si lidhet me projektin Green of Green? Cili është qëllimi? Green of Green është projekti me të cilin bashkëdrejtoj me Eliden prej muajit shtator, por faktikisht si koncept ka nisur 3 ose 4 vite më përpara. Na u desh të bëjmë një shkëputje të vogël, ndoshta e cekim pak më poshtë. Ka të bëjë në vetvete sepse Agostela pati thirrjen për të futur në politikë. Edhe unë desha vetëm e mbështeta, ne jemi lutur për këtë gjë, ne kemi mbështetur dhe tani që ca gjëra janë vend te vendi në shtatore këtej jemi rikthyer, edhe në vetvete është ajo që Elida shpesh i referohet talenti ose ajo që neve bëjmë midis 2 gishtave. Pra, jo më shumë se sa mund të jesh një gazetare, por në specifik mund të ketë diçka të veçantë që nuk e ka një gazetari tjetër. Kjo është Green of Green. Kjo është Green of Green. Dhe është ajo talenti talenteve. Për çfarë jemi thirrur në këtë botë? Është një gjë shumë e vogël. Dhe si lidhet në aspektin e librit për të cilin po flasim, që është në punë e sipër, është drejt finalizimit, që është Coach me Eliden, është The Green of Greens, ajo pjesa midis 2 gishtave e Elidës, e cila vjen nëpërmjet këtij libri me të gjitha konceptet që Elida përmendi për të gjithë publikun, por mund të them që i referohet apo target grupi të cilit do t'i shërbej më shumë janë njerëzit që kanë një vizion, që kanë arritur diçka, janë në fushën le të themi më të lartë të drejtimit, të leadershipit, që kanë një mentor në rrugën e tyre, dhe që duan që ta nxjerrin le të themi këtë dhe ta vendosin për gjithë publikun e gjerë. Po, te Stella ti ke ndihmuar për realizimin e këtij libri, Coach me Eliden, cili ka qenë roli yt ose si do ta cilësoje këtë përvojë? Roli im në këtë projekt dhe ky do jetë roli do të jetë roli për të gjitha projektet e tjera. Në vazhdim është të marr, po them, pjesën e koncepteve, bazë e kryesore, atë midis 2 gishtave, dhe ta zbërthej në një strukturë libri, e cila do të jetë e bashkërenduar në kapituj, e testuar me forume për të kuptuar që ajo kalon nga personi që e ka tek një publik më i gjerë dhe që ajo të jetë e kuptueshme, e përthithshme dhe produktive. Pra, e ti e merr e lexon jo si një libër, si një roman, por personat të cilëve do ju adresohet do nxjerrin diçka dhe do rrisin produktivitetin e tyre në rastin e librit Coach me Eliden, në qoftë se do ta kenë këtë libër në dorë. Po, është i konstruktuar ose si mund të themi, ka një konstrukt të duhur e të kuptueshëm. Këtë bën Stella. Domethënë Stella mund të themi në rastin tim ka marrë atë talentin që është midis 2 thonjve, kaq pak, që është coaching. E ka marrë si koncepte, i ka parë, ka studiuar dhe pastaj ka testuar. Bëjnë këto, kanë vlerë për të tjerët që po thot për forumet, dhe pastaj është personi që më ka drejtuar mua që të dalë me përgjigjet që ajo mendon që i duhen një gamë të madhe njerëzish. Po.
Duke lënë janë shumë gjëra që mua mund më duken me vlerë, por që nuk kanë vlerë. Sa kohë të mori libri Elida për ta shkruar dhe ku je bazuar përveç eksperiencës tënde personale, kujt je referuar? Unë besoj që kjo është një gjë cila këtë gjë kam bërë, këtë ditë të bëj, nuk di të bëj shumë gjëra, por këtë ditë të bëj. Domethënë unë jam bekuar nga Zoti që të bekoj njerëzit, të gjejnë potencialin e tyre dhe të bëhen super të suksesshëm, super të pasur, dhe këtu është dorë Zoti, dhe të jenë persona të cilët kanë integritetin. Dhe unë besoj është kjo qasje që unë e quaj janë 3 korsi në jetën tonë, në një autostradë jete, janë 3 korsi të cilat janë shumë të rëndësishme. Dhe unë me këtë gjë jam marrë, këtë gjë kam bërë me sa e njoh veten prej 100 vitesh, këtë kam bërë. Por ka ardhur koha që kjo është konkretizuar në një mjet, këto janë futur si pjesë instrumentash dhe mjetesh në një enë që unë e quaj që është kjo dosja me Elidën, në cilën unë kam vënë instrumentat të cilat i duhen dikujt nëse do të rrit veten dhe të rrit stafet e veta që të arrijë produktivitetin më të lartë. Dhe kjo është njësoj si gjatë shumë viteve më është dashur të bëj herë këtë instrument, herë atë instrument. Dhe në analogjinë që përdor në libër është si puna e dikujt që mbaron dhe merr një shkollim si dentist. Në fakt, gjatë gjithë këtyre viteve që kanë punuar aty, gati 5 vite, kanë mësuar si të përdoren të gjitha ato veglat që i kanë në tavolinë, që i duhen, por a përdoren të gjitha veglat për çdo pacient që ka? Jo. Ti zgjedh cilat janë. Dhe kjo është gjëja që besoj vjen tek libri dhe vjen në formën më të thjeshtë të mundshme që dikush mund ta marrë, ta praktikojë dhe të ketë efektet dhe rezultatet që ka pasur dhe me të tjerët. Që kur është shkruar, unë kam idenë që unë kam mbi 13 vite që merrem me këtë gjë dhe janë, si thua, skalitja e çdo instrumenti është ndërtuar mbi bazën e atyre mira klientëve mikë që unë kam, cilët më kanë ndihmuar të kuptoj çfarë funksionon dhe çfarë nuk funksionon, çfarë duhet mbajtur dhe çfarë nuk duhet mbajtur. Duket se ke kaluar në çdo etapë që e sjell tek të tjerët. Po, unë mendoj që kam kaluar në etapat, që janë etapat cilat cilido që është në biznesin privat, harin t'i provoj, ti mund të kesh një ide, por nëse kjo ide është e keq paketuar, qoftë e keq paketuar në mënyrën se si marketohet, në mënyrën se si vihet çmimi, në mënyrën se si ndahet me klientin, në mënyrën që ke gjetur klientin e duhur apo jo. Këto janë ato që unë i quaj drasa pas koke, që të mësojnë pak a pak, të dish që ky talent yt, që është talenti talenteve, kur ti e përdor siç duhet, shumë njerëz aty jashtë është që përfitojnë prej kësaj që ti di të bësh. Po. Elida, na trego pak momenti më i bukur gjatë realizimit të këtij libri dhe momenti më sfidues, do të veçoj diçka? Shiko, më sfiduesi ka qenë kur ulëm me Stelën dhe Stela më tha që ka dëgjuar prej Zotit që duhet merrem me politikë. Dhe ishte një gjë që ne folëm dhe me pastorët, edhe ishte që edhe kishte krahun e djathtë Stelën. Krahun e djathtë dhe ishte gjithë projekti që është ndërtuar mbi ne të dy. Ajo ka një talent jashtëzakonshëm për copyright. Ajo di të marrë më të mirën nga ty dhe të ketë mundësi që ta bëj këtë të lexueshme, të ngrënshme për publikun, që unë nuk e kam, për shembull, mund të ngatroj të fus në 101 gjëra. Ajo është shumë e qartë dhe shumë e saktë në gjërat që bën. Dhe ishte një moment që unë duhet mirja vendimin, dhe vendimi im ishte që ty ta bëj Zoti mbar, unë do të pres, unë nuk po marr njëri tjetër. Atëherë nuk ishe pa zëvendësueshme. Është, sepse unë besoj që unë do doja, domethënë nuk do doja që të isha një plan prishse në nuk isha absolutisht. Dhe faktikisht e kam përjetuar, e kam ndier pak, domethënë veten jo mirë në këtë dhe kur siç e thotë Elida, erdhën gjërat në një pikë që morën, domethënë edhe unë mora një farë pozicioni dhe po them e kisha pak më të qartë dhe rolin që kam në aspektin tjetër të politikës dhe mund t'i vendosja në peshore dhe të dija se si të planifikoja dhe Elida u rikthye duke thënë do ta vazhdojmë projektin. Unë isha realisht kam qenë e mrekulluar që Elida më priti për ta vazhduar të projekt së bashku. Më vjen mirë që keni këtë bashkëpunim dhe vlerësim për njëra tjetrën. Ky ka qenë moment i vështirë. Ky ka qenë momenti i vështirë. Momenti më i bukur, Elida? Shiko, moment të bukur unë kam, me thënë të drejtë, mund të tingëlloj shumë cheesy, shumë, si e themin në shqip? Si e themin në shqip? Çuditshëm? Jo, cheesy, është shumë e super përdorur si term, shumë demode. Shumë demode, po momenti për mua është kur dal nga moda. Sa herë shkruaj, sa herë kam shkruar dhe i kam hedhur këto instrumenta atje, mrekullohem sepse më vinë në mendje ata të rinj të reja që më kanë besuar që në fillim
zhvillimin e tyre. Edhe më ka bërë të ndihem shumë mirë kur e shkruaj, sepse di filani, që kanë hecur, që më kanë besuar. Për shembull, një nga instrumentat është pickatoria, që është për të qeshur si term, po është heqja një qine. Është tek libri i parë. Është tek libri i parë, por kur e sillim tek pjesa e dytë, tek Coach me Eliden, është një proces i gjithë, i cili ka lidhje me përzgjedhjen e asaj mendësie dhe mentaliteti që ne futemi në bërjen e diçkaje. Dhe mua më kujtohen gjithë ata persona që më kanë mësuar gjatë rrugës që kjo funksionon, kjo jo. Këtë përdore, këtë mos e përdor. Dhe shpeshherë mund të kem mësuar në mënyrën më të poshtër, sepse kam humbur një klient, por kam mësuar që mënyra më e mirë për ta përdorur si instrument është kjo. Dhe kjo është në mënyrë të vazhdueshme. Ndaj them që kur je brenda zonës tënde të jeshileve të tua, green of greens, edhe çdo moment që ti në një farë mënyrë e ndjen që dështon, është prapë një mësim i jashtëzakonshëm që të ngelet, edhe mua më bën shumë mirë. Dhe këto janë momente shumë të bukura kur unë lidh me klient miq të jashtëzakonshëm. Po. Ti ke parë frutet e punës tënde. Kështu që një moment dështimi nuk e hedh poshtë atë çfarë vërtet ke dhënë ose ekziston brenda teje. Stella, kush mendon në eksperiencën tënde, ndërsa ke punuar për realizimin e këtij libri, çfarë e bën të veçantë sipas teje? Çfarë e bën veçantë? Çfarë e bën veçantë Coach me Eliden? Coach me Eliden, po, këtë libër e bën të veçantë fakti që e gjithë përmbajtja e tij, domethënë janë, po them unë, siç edhe Elida pak e ceku, janë parime jetësore, të cilat nuk është se janë shkruar se ula një ditë edhe i shkruajta kështu, por janë të jetuara në 13 vitet e Elidës, eksperiencë të Elidës, dhe është fiksi të marrësh të këtij projekti, 15. Po, është projekt, është projekt. Dhe është si të marrësh më të mirën, po them, e të gjithë këtij 12-13 vjeçari, dhe ta servirësh, po them, si në një pjatë të argjend, për të gjithë ata që do kenë mundësinë, fatin, ta kenë në dorë sa më shpejt. Sidomos njerëzit që kanë filluar të shfaqin interes, ende pa u publikuar fizikisht libri. Shumë bekim. Lida, kujt i duhet ky libër? Kush mund ta ketë në dorë për ta lexuar? Unë besoj që, dhe këtë e them me shumë modesti. Më fal, mund të bëj një parantezë këtu? Po. Stella, kur merr materialin nga unë, është që ka lirshmëri të përdorë dhe të vërë atje çdo gjë. Ajo që unë besoj që Zoti ka vënë një fjalë për këtë libër, ka qenë e jashtëzakonshme. Edhe ishte fjala që ne kemi marrë nga Bibla të dyja në mënyrë të pavarur. Konfirmim, po. Konfirmim ka qenë fjala që Zoti e mori njeriu dhe vuri te kopshi i Edenit dhe i tha, kujdesu dhe mirëmbaje. Që në anglisht është dress it and keep it. Dhe unë besoj kjo është për çdo që mendon që në këtë botë ka ardhur ti bëj gjërat më mirë, ti mbaj dhe ti lën më mirë dhe për brezat që vijnë mbrapa. Pra çdo që do të heci me veten e vet. Shumë bekim. Ndërkohë se diskutuam pak më parë me Stellën që pjesë e projektit Green of Green, se shumë i bukur ky termi, është një libër i tretë, i planifikuar për 2026, apo jo? Se po mbyllet viti. Atëherë, po them, unë do doja prap në parantezë të thoja që mos ngelshim pa një person që, po them në anglisht i them mentor, po e di që ndoshta ty do të pëlqej t'i themi në shqip një trajner, edhe fati im është që të kem Eliden, e cila më nxit për të kuptuar ndaj vetes kush është ajo gjëja midis atyre dy gishtave të mi. Se ndonjëherë njeriu mund ta kuptojë te tjetri, por tek vetja e ka pak të vështirë. Pra libri 8 është libri që do shkruaj Stella. Dhe kemi folur, dhe kemi folur që aftësia në copyright edhe të gjitha këto, por në të vërtet libri 3 lidhet më shumë me pjesën e emisionit tim si Stella në politik, dhe do të jetë Stella flet se si mund të kalosh nga biznesi në politik, në kuptimin e mirë
të fjalës, në kuptimin e të nxjerrurit vlera dhe se si sot njerëzit duhet të futen në politikë jo për të përfituar, por të vinë nga backgroundi i tyre, nga aftësitë e tyre më të mira dhe të vinë për të dhënë atë që Elida në librin e parë e ka të cilësuar si korsi e tretë. Pra të vinë, të japin, pa pritur që të marrin diçka mbrapsht. Dhe fatmirësisht unë mund të ndaj dhe do ndaj, jam duke në proces duke shkruar në këtë libër se si unë gjendem në mes të një grup njerëzish të cilët kanë ardhur dhe janë futur këtij misioni politik jo për të përfituar diçka mund të thuash të prekur se ndoshta shumë njerëz nuk e dinë. Stila është një nga themeluset e Shqipëria bëhet. Edhe është një nga shtyllat atij që unë besoj që është një person që ka integritetin, vlerat, profesionalizmin. Dhe është kjo, po them, balanca e njerëzve që gjatë ditës punojnë. Dikush është avokat, dikush është inxhinier, dikush është arkitekt. Elida më ka shtyr dhe prandaj dhe më tërhoqi rreth projektit se unë jam një pjesë shumë e rëndësishme dhe një pjesë të mirë të ditës se kaloj në institucionin e partisë, por ndërkohë unë duhet të jem dikush që prodhoj. Sepse unë për familjen dhe të jap edhe për shoqërinë, sepse nëse dikush, po them, kthehet në partijak, siç Elida e përdor si term, që nuk do duhet që askush që është le të themi në këtë familje të politikës, është partijak, i humbet në një farë mënyre ato vlerat e veta, sepse qëndron aty për një interes të shkurtër, duke filluar që nga një rrogë apo çfarë emërimi do ketë nesër pas nesër, jo, nuk është ky misioni. Nuk është ky misioni. Dhe faktikisht misioni që unë jam thirrur, ndoshta këtu e para gati 4-5 vitesh, nuk e kam pas kuptuar më përpara, dhe kjo më është zbuluar rrugës, dhe shumë njerëz që Zoti ka vendosur në rrugën time, që kanë ardhur pas asaj thirrje, ka qenë edhe Elida, ka qenë pikërisht për të zbuluar dhe për të dalë në këtë konkluzion. Që ne duhet jemi njerëz që mbartim vlerat tona, kemi talentet tona dhe ato pastaj i katapultojmë dhe i sjellim edhe tek politika, që politika e të nesërmes të jetë më e mirë se ajo që po bëhet sot në Shqipëri. Shumë bekim, pra. Të kalojmë tek pjesa coach me Eliden. Elida, si e shikon coaching në Shqipëri, trajnimin personal? Unë besoj që ne kemi është një trend që gjithmonë më shumë do zhvillohet dhe fatkeqësisht kjo vjen sepse sistemi arsimor është shumë i prapambetur në parim. Nuk janë duke hedhur të gjithë duke hedhur bomba që shiko se nuk bëjnë, por ajo që ne kemi kuptuar shumë shpejt është që tregu i akademisë, i shkollave, nuk përgatit njerëzit për tregun e punës. Pra ka një hapësirë shumë të madhe, e cila ndofta është mbushur të themi me persona që duhet vënë në shkollimin profesional, apo mund të vënë në shkollimet të tjera, por ka dalë nevoja që të kemi trajnime të cilat janë specifike, të personalizuara sipas green of green si ne kemi. Pra nuk duam më që të kemi një trajnim për 40 veta me të njëjtin format. Nga eksperienca juaj si coach në Shqipëri, kush mendon se është një nga sfidat më të mëdha për ata që ti punon? Me ata që ti punon? Me personat që unë punoj. Shiko, e para fare në çdo kompani, vendimarrja për tu zhvilluar apo për tu vetë zhvilluar vjen nga vendimarrësit. Pra nuk mundet që dikush i cili është në nivelin e dytë të vendimarrjes të marrë një vendim. Ka shumë që vinë dhe thotë, shiko, ne kemi nevojë, kompania unë ka nevojë, dhe gjithmonë ajo që unë i them është ku je ti me CEO-n apo me vendimarrësin, që mund të jetë administratori, që mund të jetë bordi i aksionerëve. Pra sfida më e madhe që unë mendoj është që ata persona të cilët janë drejtues sot, në shumicën e kohës kanë kuptuar dhe po kuptojnë në mënyrë të vazhdueshme që investimi tek vetja dhe tek njerëzit është avantazhi më i madh që mund të kenë në tregun e punës. Nuk është më kompjuterat, nuk ka mundësi më të jetë AI që është futur sepse të gjithë e marrin vesh. Ajo që funksionon dhe ka vlerë është që secili prej drejtuesve e ka për detyrë të bëjë strategjinë që drejton të tjerët. Sfida më e madhe ngelet që shpeshherë drejtuesi, pronari, bosi, mund të quash, unë quaj atë që ka trupi vendimarrës, shpeshherë ngecen sepse mendojnë që është detyra e atyre që marrin në punë
që t'i japin drejtimin kësaj anije së madhe ku do ve. Ata anije ke ti ke timonin, është një timon i vogël, që ai që është drejtuesi kryesor e ka për detyrë sigurisht të marrë dhe mendimin e tjerë, por është mendim. Në fund të ditës, vendimi është i këtyre. Kjo është sfida më e madhe, mendoj unë. Elida, Dhe lumë kush e kupton këtë gjë. Po. Libri Coach me Eliden, tani deri në 31 dhjetor ka dalë në treg, kur parashikohet? Ne mendojmë që është... Si mendoni? Jemi në procesin që ne po flisim me Stelën dhe ishte që deadline-i që kishte Stela ishte për Krishtlindje. Po. Por ajo që ne kuptuam është që në Krishtlindje janë gjithë njerëzit që janë shumë të zënë, shumë të shpërndar, dhe ne duam që libri me gjithmonë të ketë efektin e dur kur të dalë. Po. Dhe kështu që ne kemi për ta bërë kur do bëhet eventi vjetor që bën MCC, që është certifikimi, që bëhet në fund të janarit, dhe atëherë do të jetë që do të bëjmë edhe ndarjen e librit. 26 në fillim. Po ndërkohë libri është që do të merret, sepse ka njerëz që po e kërkojnë, dhe do të merret në soft format, që do të merret në online. E keni pra, do të jetë në format online libri? Do të jetë në format online. Pastaj vjen i printuar. Po. Do të paralelisht, po. Domethënë se dhe i printuar bëhet është i printuar, pastaj bëhet në audio, bëhet në audio, edhe kjo është prapë një risi e re që ka sjellë Stela në tregun tonë. Pra, do të vijë në audio. Po, siç është edhe planifikuar me Lidën, është në audio. Po. Më ka vënë mua e kam lexuar një 4-5 orë atë. E provuam me inteligjencën artificiale, por faktikisht kishte nevojë për originalitetin. Personalisht, si gazetar që jam, unë nuk do të sugjeroja që të lexohet një libër me inteligjencën artificiale. Unë kam dëgjuar raste të tilla, vjen shumë i bezdisur ai zë, është kudo njësoj, dhe emocionin që sjell, një zë origjinal. Kështu që Elida sot ka zëra pafund për të lexuar, je vet për të lexuar një libër, edhe është shumë bukur ky version audio. Cili do të ishte mesazhi i fundit Elida për publikun lidhur me librin? Shiko, me librin nuk kam ndonjë gjë, secili kush të dojë do ta marri, po ajo që do doja të kisha si mesazh është: ju lutem, ullu punoni me veten tuaj, uluni, jemi akoma në dhjetor, uluni dhe shikoni çfarë mendoni që Zoti do nga ju për vitin që vjen. Mos e shtyni planifikimin. Dhe në këtë planifikim, unë kam një gjë që tek coaching me Elidën është realisht shumë e rëndësishme. Në çdo gjë që ne bëjmë, çdo ditë, çdo javë, çdo muaj, 20% e çfarë ne bëjmë duhet jetë për vetë zhvillimin tonë, për ecjen përpara. Sa bekim. Ju falenderoj nga zemra, suksese, Elida dhe Stela. Duke qenë se jemi në këtë muaj të këtij fundviti, unë ju uroj gëzuar Krishtlindje. Gjithashtu. Lutem që 2026 të jetë një vit i bekuar, i realizuar në çdo gjë që zemra juaj dëshiron për familjen tuaj. Shumë faleminderit. Faleminderit gjithashtu edhe për ty. Faleminderit. Libri Coach me Eliden, jemi të bindur se do të sjellë frymëzime dhe vlerë për shumë njerëz që kërkojnë rritje dhe transformim personal. Rikthehemi sërish pas pak në studio me pjesën tjetër të programit Familja 7.